politikës fiskale, pra rishpërndarje barës në format tjetër, dhe më së fundmi, në qoftë se do të rishpërndaj kjo shumë që unë përmenda më herët e supëzuar, bazuar mbi këto element, natyrisht që i takon që rreth të paktën çdo individ 490 euro i mungojnë pikërisht nga këto element. Çdo individi. Po. Po shikojmë të masat që ju sapo i përmendët në fakt, rekomandoni një politikë fiskale gjithëpërfshirëse. Është gjithmonë debati politik që bëhet, duhet ulur TVSH-ja apo jo, dhe ju e konsideruat taks për të varfërit. Në logjikën e një eksperti ekonomie i fokusuar te taksat, siç jeni ju, duhet ulur TVSH-ja ushqimeve apo duhet bërë një diferencim i TVSH-s, qoftë edhe në funksion vetëm të ngushtimit të gepit të pabarazisë? Po, në parim duhet ulur, por momentin që neve nuk kemi ende të qartë se sa është ullur informaliteti, i cili vetë qeveria i ka bërë sape dhe sa do të ullë të vëshën, kjo nuk ndikohet direkt të çmimet, pasi ne shikojmë janë bërë ullja ose heqja fare të vëshës për gjithë bizneset deri në 10 milion lek gjiro për efektet të vëshës dhe 14 për tatimin fitimin. Dhe nuk u pa as një ullje, qofte ato që janë shërbime bazike, qofte ato që janë aktivitete. Dhe e gjitha kjo është merit e informalitetit i cili nuk e lë të transmetohet politika qofte fiskale, po qofte edhe në qofte do përfshinim këtu dhe politikën monetare. Dhe në parim, po, duhet ullur, dhe në një farë mënyre qeveria duke ullur të vëshën do të vendoset në pozita më të forta për të luftuar informalitetin, pasi do të rikuperoj të ardhur dhe nga ana tjetër të zbatoj një politikë më progresive gjithëpërfshirëse që ku do të dalë. Do të dalë te pjesa që e kemi diskutuar shpeshherë dhe vazhdon të mbrohet nëpërmjet politikës aktuale, taksimi i punës në raport me taksimin e kapitalit. E gjitha kjo në vetvete është pikërisht që diskutojmë, ndikon te përqendrimi i pasurisë dhe ndihmon pikërisht ata që kanë kapur ekonominë nga anë të tjera dhe përveç se përfitojnë nga pjesa e burimeve publike, nga ana tjetër përfitojnë nga pjesa e mos barazisë apo mos funksionimit të drejtësisë fiskale. E gjitha kjo do të ndryshoj, pasi kjo do të çojë edhe në uljen e varësisë nga TVSH-ja dhe momentin që sistemi fiskal do ta ulë këtë varësi, do ketë filluar të kemi një sistem tjetër. Aktualisht kemi një sistem të vjetër, edhe pse investohet në të, ne kemi parë shumë investime, por sistemi po funksionon sipas modelit vjetër. Keni konsideruar luftë kundër informalitetit i madh që mund të merret për uljen e pabarazisë? Ka dhënë masa informaliteti në sektorin e pagave, të paktën nëse do të referohemi të dhënave që kanë një rritje të tatimit mbi të ardhurat personale, apo edhe le të themi në sektor të caktuar ka një rritje të deklarimeve, si kryesisht turizëm, ndërtim, bujqësi, që janë sektorët me nivel më të lartë të informalitetit. Por për te pagave, për ta parë informalitetin në tërësinë e ekonomisë shqiptare, kaq e vështirë është të ulet, sepse të paktën Rama që në 2013 kur erdhi, në shtator 2014 nisëm me aksionin e kuponave tatimor, nëse mbani mend. Janë bërë disa aksione anti-informalitet. Tani pse nuk luftohet si dukuri? Po informaliteti nuk mund luftohet vetëm me këto masa që përmend qeveria, nëse nuk krijon realisht një front gjithë përfshirës dhe në këtë rast, me qëllimin që masat që vendosen, ato që ka administrata, të sinkronizohen me atë çfarë ka të bëjë me koston, pra me lirimin e kostove ose lehtësimin e kostove të formalizimit, pasi një biznes në vetvete do gjej gjithmonë rrugë për sa kohë ti e mban taksën e korrupsionit në nivel të tillë që ai duhet ta paguaj, edhe pse kjo nuk deklarohet në ato çfarë ai raporton, por nga ana tjetër edhe ato shtrëngtime të kostove të cilat kanë ardhur në rritje vit pas viti dhe qeveria në një dialog që duhet bënte me të, ku duhet përfshinte edhe aktor, duhet të simulonte skenar të caktuar që të thoshte që informaliteti në radhë parë duhet ta dim sa është zyrtarisht, pasi ne nuk e dim zyrtarisht, na e thot Banka Botërore apo e thon analizat të organizatave të ngjashme me ne. Dhe natyrisht duke ditur informalitetin do të alokosh në ato burime dhe do të paksonte pikërisht atë ngjecje të funksionimit real të ekonomisë, pra do të rriste konkurrueshmërinë. Momentin që ne e mbajmë kështu, natyrisht që këtu fshihen ato para qoftë politikanëve, qoftë para korrupsioni apo ato para që na vinë në forma të ndryshme brenda këtij formaliteti, i cili me sa duket është i lidhur ngushtësisht dhe me interesat e politikës së ditës. Pra nuk ka të bëjë thjesht pse, ka të bëjë si dhe kush. Pasi deri më sot politika e ka humbur betejën, nuk e shikon si pjesë të luftës së përhershme dhe finale, po shikon si diçka pjesore që ato që raportojnë si rritje natyrisht na tregojnë boshlikun aktual
të administrimit dhe nuk na tregojnë domosdoshmërisht që kemi arritur aty ku duhet. Pra me objektivat e vendosura që në 2013 ende nuk janë arritur. Dhe jo më pastaj objektivat e reja që lidhen me integrimin për një sistem të qëndrueshëm, solid, të tillë që s'ka nevojë për paqe fiskale e të tjera.